emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma, kudo që na ndihni të nderuar shikues. Çka i tha Albin Kurti Lumir Abdixhikut? E çka i tha Lumir Abdixhiku Albin Kurtit? Këto janë kryelajmet që sot i prodhon Kosova, e cila është ndruar në rezervat krize që prej 2 vitesh shihet zgjidhja në horizont për t'i evituar zgjedhjet e parakohshme për temën e presidentit apo jo. Kam ftuar mikun e këtij emisioni, analistin e gazetarën mentor Shala. Shala, faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën. Është një këngë njohur rapsodike, çka i tha Dema Kadris, po në po them çka i tha Albini Lumirit e Lumiri Albinit. Po si tha A e din çka i tha Albini Lumirit e Lumiri së paku drejt tash? Unë mendoj se si tha kur gjë as njëri tjetrit as anasjelta, do të thonë ata që do thonë kur gjë, ata janë veç të e bën një var show mediatik. Një var teatri sa për me bleku Albin Kurti edhe me na qenë zgjedhje me 27 dhjetor. Kur gjë tjetër s'ka, nëse i dëgjon ato fjalimet e tyne, ti e sheh aty që s'kan mrena kanë shumë fjalë, mrena s'ka kur fare përmbajtje e tyne. Një port hapur e lën, thon përsëri do takohemi. Po kjo është blemja e kohës. Kjo është ajo që po blen kohë, domethënë derisa te programon mirë kohën kur mundet me ra zgjedhje në 27 dhjetor edhe kur në fakt Albulena Agjiu e cakton datën e zgjedhjeve, edhe pse në fakt ajo nuk është as ushtruese presidentes, më nëse respektohet kushtetuta. Po shihet që këtë vend më kushtetuta u bë hajgare. Po shihet që në fakt shteti ka ra, për mendimin tëm, për momentin e shteti ka ra. Se kur rani kushtetues, domethënë nuk respektohet, kur kushtetuta respektohet, kur bjen randi kushtetues, atëherë në fakt më shteti është për tokë. Çajn të bë, domethënë DDK-ja, ajo u ditë në fakt se Lumir Abdixhiku qysh prej 9 shkurtit 2025 i ka bë favor Albin Kurtit. Vazhdimisht. Për shkak se atëherë pat mundësi e artke e partive opozitare, më bë blok edhe me bë qeverinë, kishin mundësinë me rrëzu Albin Kurtin. Fundit detyra e opozitës cila është me rrëzu qeverinë. Me mjetët demokratike natyrisht po. Detyre nuk kanë ata, me rrëzu qeverinë, me marr pushtetin. Ne patën mundësinë, Lumir Abdixhiku në atë kohë e prishi planin. Në farë forma dhe i bani favor Kurtit. Asaj mas 28 dhjetorit, kur edhe në fakt Vjosa Osmani ja bani favorin tjetër Kurtit me 28 dhjetor, e caktoi datën e zgjedhjeve kur ishte komplet plani i Kurtit dhe strategjia e tij me ardhi diaspora edhe me votu gjë që ndodhi. Domethënë i mor 51.18% asaj pat. Po edhe aty u pa që Kurti s'është interesuar me kriju institucione me pas stabilitet. Aty interesoi ke veç me pas buxhetin, e mor buxhetin. Para datës nuk e zgjedhi presidentin, para datës 7 qershor dule dhe na tregoi që nëse si marr 80 deputet, nëse si kam televizive të vendosje, vendi shkon prapë në zgjedhje, edhe jemi të shku prapë në zgjedhje. Do thonë kjo tash u bë, është normalizuar më kë maskarallak në këtë vend. Edhe njerëzit më nuk pjo bën përshtypje. Në anën tjetër këto parti tjera po tentojnë, kanë filluar me disa veprime. Po tentojnë me tregu që janë aty, se në fakt edhe partitë opozitare, secili deputet është gardian i kushtetutës, nuk do të thonë veç me kon pushtet me mbrojt kushtetutën, edhe ata të zgjedhën e tjerë që janë në opozit e kanë bërë detyrë me mbrojt kushtetutën. Kam filluar me disa veprime që për mendimin tim për momentin po duken kozat zbehta, edhe nuk janë të i bë përshtypje fort Kurtit, po sigurisht që nëse kanë ide pse s'po shihet që kanë një farë strategjie konkrete ose plani konkret qysh me sfidu Kurtin ose qysh me mbrojt kushtetutën, nëse kanë ai plan, mbetet shihet me vjen, po qysh peshone nuk ka plan, ad hoc janë edhe kjo rezistenca e tyre për mendimin tim, çfarë sajmë të po. Kështu që jemi para një situate totalisht kaotike për mendimin tim. Vendi është një kaos,
i cili mendoj që tash verës njerëzit janë ka pak në përpushime, po në vjesht kanë mu pa pasojat e tij. Tash ako më ndodh, nuk e di, tash unë përshoj që pak nacit përritën çdo ditë. Njerëzit domethënë janë irritume, janë dëshpërume për shkak edhe shumë rrethonave tjera. Kemi aspektin social për toke. Kemi që ekonomia është për toke. Gjithçka në këtë vend është kap siguria, nuk është në rregull. Na mund me fol gjithë ditën, jo këfori, jo ajo kjo, po siguria nuk është nivelin që duhet me konë. Më thonë, krejt ta faktor, një ditë mujnë me shpërthy. Na jemi qaq vend, më thonë, fragil, hala nuk jemi të qëndrueshëm as ekonomikisht, as në aspektin e sigurisë. Dhe më na ndodh neve një gjë të tillë, atëherë pasojat kanë me konë afat gjata për Kosovën. Po flas në rrafshin ekonomik edhe social, se në rrafshin politik mundën me qenë fatale, mundën me qenë shumë të këqija. Aktualisht po flasmi për një proces dialogu që meton ose ka qëllim kompromisin për ta gjetur një president konsensual. LDK e zotit Abdi Gjiku u deklarua që nuk dëshiron të marrë pjesë në qeveri. Do ta votoj një president që buron nga një varg takimesh që synohet të prodhojnë atë kompromis, atë konsensus. Aktualisht po folim për kriteret e presidentit, sikur të diskutojnë për një konkurs që Konkurs pune. u pat banalizu vite me herët për asistent të fotokopjes. Duket pak ofenduese kjo, zotë Shala? Shiko, edhe kjo është vetë sa për me kriju përshtypjen që është të vo diçka, po në Po fakt megjithatë njerëz të lexojnë. e lexojnë një pjesë, jo krejt. Tash edhe nëse Duket jo serioze kjo. shumë jo serioze, në fakt edhe këto takimet janë çesharake për mendimin tam. Për shkak se edhe nëse matematikisht Nuk edhe po shihet nëse sipas bëhen jush që kanë mirëfilli këtë jo, epilog. se kanë qëllimin me bo president. Për shkak se unë mendoj që matematikisht nëse shohin, edhe nëse po bëj kanë qepe marrim hipotetikisht, po bojnë marrëveshje edhe pëgjojnë personin konsensual për president, nëse i mbledhin votat DVB-s, LDK-s edhe këtyne pakicave jo shumicë, bënej jo serbe, dalin rreth 80. Cila o siguria që 80 deputet kanë me të votu aty. Një mës me të votu, një me dalë, mës me të ardhë. Smuhet për dikush, edhe 79 prapë kemi problemin e njëjtë. 53 i ka lëvizjave të vendosje, 18 i ka LDK-ja, edhe 9 i kanë partitë jo serbe. Ledhe dalin 80 deputet. Kurti nuk hike, erën e kalume i ka pas 85, për me bo, ma zgjedhjeve 28 dhëtorit. 85 deputet i ka pas për president. Edhe nuk e bani presidentin. Qysh tash me 80 pe bana? Unë jam shumë i sigur që kjo është veç loj fjallësh, edhe për me kriju një përshtypje që ajo shumë i interesum, po këta tjerë si të interesum, se këta s'pë na mbështesin me bo presidentin. Edhe komena që të nxedhe. Kurti nuk dën... I ka urtu fjalët për zotin Abdi Gjiku, Kurti. I ka çka? I ka urtu fjalët, ka heq dorë nga një vokabular akuzash ndaj tij. Ç'flet kjo? Po në fakt nuk ka pas Po dëshiron ta shpëtoj kokën e fjalori shumë tash për Kurtin ndaj Abdi Gjikut asnjëherë. E ki pa edhe te për shembull kur kanë zgjedhjet LDK, kur ka mocionin për me shkarku ai kuvendi jashtëzakonshëm për me shkarku Lumir Abdi Gjiku mas dështimeve të vazhdueshme të LDK-s. Këtë fushata domethënë strukturat më të larta të organizuar vetvendose me mbrojt Lumir Abdi Gjikun. Në fakt ja arritën qëllimin e pat efektin e vet. Kush ja qëlloi? Ose kush po del që po ja qëllon në LDK me filozofinë, me kursin që ndjekin raport me Kurtin, grupi që ishte anti Abdi Gjikut apo Abdi Gjikut që po orvatët sipas tij ta shpëtoi Kosovën nga një kush po ja qëllon në çfarë kuptimi? Politikisht, kush pati të drejtë se
Abdi Gjiku tha, Gjynish akuzoi grupin tjetër që kërkoi rrëzimin e tij në LDK, se ata me mënyrë po e mbajnë Kosovën e bllokuar në atë proces politik duke kërkuar shkarkimin e tij. Tani kush si po del bilanci? Jo, bilanci po del që krejt investimi vetvendosja atë kujtohet veç çaq shumë kanë investuar me majt Abdi Gjiku në kryt LDK-s. So që mos u marrëshim me veten, u marrëshim me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Ato strukturat më të larta lëvizin vetvendosje. Po kjo politikë është betejë është. Ama pove që LDK-ja do të më kuptu një sen se është ka shkan drejt shkrimjes në lëvizjen vetvendosje. Ai grupi tjetër u mundun sa do pak për me rujt LDK-n si parti, një parti shtetformuese, një parti serioze që ka qenë këtë vend. Mirë po, që është po shije, tash edhe me këto takime, se tash po vret pse i kanë nimu Lumir Abdi Gjikut. Vetë fakti që ky shkon ja bën argatin vazhdimisht, sa herë të thretajnë takim, e detyroj me të rrek për krejt kërkesave për një marrëveshje politike, që është dashur me rregulla, ai tërhoq. Nuk po dëshiron pushtet Abdi Gjiku. Po i tash po dëshiron se s'pja jap ky. Kjo s'u të jallon pushtetin. I dha 3 ministri, i tha në kryetar të vendit. Ajo është hajgar, ajo është ofendim. Ajo është ofendim e para. Po nëse ty të jap 3 ministri kryetarën e merr ose leje, kështu ishte. Po mirë dhe, po tash jo nëse po duket gjë, po vi po ta animoj me bë presidentin. Cili është qëllimi këtu, ku po shkon ti, çka përfiton partia në fundit. Kosova shmang zgjedhjet. Edhe çka ka lidhje si shmang zgjedhjet, edhe pja pushtetin komplet një partie, kontrollën totale, edhe rreziku për me bo një shtet totalitar, autoritar, është evident, është domethënë shihet. Çaj të boti, janë mua atina me marrë këtë pushtetin. Të në kohën e akuzën për autoritarizëm, për kontroll të plot, e ti pjep me 2 durët vetë. Unë mendoj që partit opozitare sa herë çdo javë me që u venin zgjedhje, ato që atë tyre kanë mërzu pushtetin në Smelan me bo pushtet partinë rivale që është. Edhe nuk është diçka jashtëzakonshme që s'ka ndodhur dikon. Ai vetëm që ai zgjedhje, sa është do më na çu prapë në zgjedhje, nuk do të më tut këta me një zgjedhje. Ta veç do të më kriju plane e strategji që është me bindë elektoratin me rrit përqindjen e vet. Në zgjedhje do të më tut me një, se momentin kur tutesh me një zgjedhje, ti në fakt janë nështrues asaj partie që po fiton. Me cilin lider para ti e krahason sot zotin Kurti, me mënyrën se si po operon, me mënyrën se si po komunikon me opozitën? Nuk e krahasoj me asnjë për shkak se Kurti qëllimin nuk i ka pas. Për mendimin tim si ka pas kur qëllimet e mira për këtë vend. U po edhe gjatë qeverisjes ti po shihet, cilat janë kanë orientimet e tij edhe domethënë favore kujt i ka bë. Kështu që nuk po krahasoj se nuk muj me krahasu me asnjë për liderëve tjerë se s'paku ata diçka kanë lënë. Me Hashim Thaçin ta zëm si kryeministër. Shiko, kur ishte Vllani, bllokada, fjalimet, cilësimet. Po s'paku ai ka respektu kushtetutën. Ai ka prit, i ka respektu mekanizmat mbrojtës një vendi. Që kushtetuta, që janë ligjet, ka prit. Ka fitu zgjedhjet, ai vetë fitoi zgjedhjet, këta ju bon kundër, e çun rastin kushtetuse edhe kur u bë domethënë vendimi i kushtetutës, u respektuai vendim. Gjithmonë u respektu vendimet e kushtetutës. Shala, cilin akt gjykim gjykatës kushtetuese nuk po e respekton ose nuk e respektoi Kurti? Një vetëm ma përmend. Qysh cilin? Gjitha i ka respektuar. Asnjë cilin. Gjitha. Qeveria edhe mund bëj shkelje kushtetuese, por secila situatë që ka shku për kontroll kushtetues, secili vendim, në fund pram Kurti u detyru ta respektoj. Qatë fundit se respektoj. Cilin? Qëto që është për afati për më konstitu kuvendit të rëllit. E vërtet, po kërkon interpretim kushtetues. Kush po kërkon? Qeveria Kurti. Jo, s'kanë kërkuat, as po kërkojnë. Po, zyrtarët e vetëvendosjes. Interpretimi është. Zyrtarisht, po, është brenda 30 vite, po ata e kanë një interpretim tjetër. Po, e kanë. 30 ditë që thotë, po, prej momentit që mblidhet seanca, 30 ditë kohë deri në konstituim. Dhe ne shohim që opozita
është e bindur që ka shkelje kushtetuese, që po rënohet rendi kushtetues, që Kurti ka uzurpu Po, zyret e, nëse janë të bindur me të, ato duhet me që kushtetuese. unë mendoj që dash me qua ata më njëherë. Shpaku për verifikimin e qasaj që e ka interpretu. Se nëse kushtetuta, nëse është e interpretume qaj nën ose qaj kushtetutës, atër kushtetuta sigurisht e kish kthy. E kemi interpretu edhe e kishe konfirmu si e prep. Në rast të gjykuar, po. Po dhe, që shka ndodhë, për shembull që shka ndodhë kur kanë ly për 80 vota duhet për president. Po këta nuk janë të veçuar kushtetuese, kënej po thojnë një është interpretimi, kënej kanë dalin i bojnë veprimet, kënej e thrasin për me bërë seancë konstituive. Apo ta mush menin që kjo opozit po gajlohet mirëfilli. Këto veprimet që i ke pa me to. Zbetare, do në të thash pak mere. Para qeverisë në kuvend Kosovës e kështu me radhë. Po, unë e thash fillim në... Aty nuk po merr pjesë LDK. Ja, LDK-ja mos po merr pjesë, qysh s'ka marrë pjesë prej 9 shkurtit 2025, në asnjë prej këtyne, që me thonë, kërkesave këtyne partive që opozitare për me bani far platformet përbashkët. Po. LDK s'kon interesuar, po them, Albin kë Lumir Abdixhiku tankoni ka bo favor Albin Kurtit. Edhe është ka dal është e hongër dhe të mendosja lidhën demokratike. Ka e marrë elektorat. Ka dal edhe me sot me procesin e fundit besoj që ka me pas ramje LDK-ja kozat madhe. Edhe është ka shkon drejt shkrirjes fatkeqësisht. Këto parti tjera, që për të thashë në fillim, këto kanë fillu disa veprime, po doken veprime pa një plan. Pa plan. Pa strategji. S'po duket, po, po del janë zot dere në rregull, po ato ma shumë po duken si veprimet aktivistët, sindikalistët, dikujnë edhe në sindikatat kur dalin me lyp rrogat më të mëdha, dalin te dera e një institucioni. Po në fakt nuk po shihet që ka një plan e strategji të veprimit. Kur shkelet kushtetuta, tashon ata do të me menu që me bëjë që janë veprimet, çfarë veprimet do të me ndërmarrë, se janë për që ata janë edhe të zgjedhur. Po unë mendoj që çdo është me pas qëndrime kogja ma tashpra, edhe ma të forta. Shkak se kur bjen kushtetuta, vjen shteti vërtet, ra shteti të tëra. Unë beshohet zbeth për momentin. Shoh zbeth këto veprime. Po është që nuk të kam bindur që po gajlon. Nuk më kam bindur, hala, jo veç mu, po beshoh që e kam bindur dikën njerë për njerë. Tash nëse ata janë të bo farë plane, e metet mu pa, tash metet mu pa, le të vendim. Po qështu që do veprojnë, s'përshat që kam plan edhe strategji. Jenë të punu, në fakt, prap, jenë të një farë forme, jenë terenin e Kurtit. Shkak se ati pi konvenon, që shtu më shty kjo situatë, pi konvenon, ka dal me e kriju edhe njerë fajtorin kryesor për nëse shkojnë në zgjedhje, në mënyrë që me dëmtu ma shumë. Tash LDK-n veç e ka shti nërsidhull, tash sulmin ko me koncentru ka PDK-ja dhe AK-ja. Ka këto dy parti tjera. Ka me fillu me atë makinerin e vetë propaganduse. Me sulmu njerëz, ose me kriju përshtypjen të njerëzit. Që shka vepru gjithmonë. Ai nuk o kanë rënë metodat e veprimit Kurti. S'po ka nevojë. Se kur kush nuk pja sfidan çdo metodë. Ke por Vjosa Osmanin takim me Kurtin? Ke besuar se mund të shkon të Vjosa Osmanin takim me Kurtin pas gjithë ati shkarkimi, akuzash që i bëre ati pasi shkputën figurativisht po them një të qahun. Se këtë fjale përdori njëni prej ambasadorëve të Kosovës, Ylber Hysa, figurativisht si një qahun politik. Vjosa Osmani... Kur e pate Albin Kurti Vjosa Osmani, çka mendove shala? Jo më unë nuk kom dyshu asnjëherë që ata gjithmonë janë kënd koordinum. Vazhdimisht, në krejt... A s'është dialogun në fund pranë vlerë? Po bre, vlerë është rrit, po çka prodhon dialogu. Qa u të prodhu që... Në Kosovë po prodhon, tha më herët maskarallak. Maskarallak, po, dhe po çka u të prodhu? Çdo takimet e LDK-s me Albin Kurtin, këto janë veç me bleko, me shtyko dhe me gjetë një fajtor. Albin Kurtin nesër mas nesër, fajtor kujdestar.
Po krijan që si situata sa është mjesht rikrijimi i këtyre situatave që bërë me, domethënë, kësaj strategjisë dhe kësaj mënyrës propaganduese. Kështu që s'ka për këtij dialogu s'ka kur gjë për mendimin tim për shkak se nuk bëhen numrat. Për cilin zor Unë nuk e Kosova besoj. s'po e gjen formulën racionale Unë për stabilitet mentor. Nuk e Se besoj. këto është flasim për Kosovën politike, për Republikën e Kosovës. Edhe një herë të Cili është zori i madh që ti po thu nxit prodhohen zgjedhjet, po në fakt nëse Cili është zori i madh? nëse u shkel kushtetuta, ma mirë me shku në zgjedhje me mbrojt kushtetutën, a me vazhdu tash me shkelje kushtetuese me kriju institucione. Proces me tahmin o ky. Nëse zgjidhet, nëse dikuj shkon mendje për ta çu veprimin e kuvendit, nëse voton qeverin, apo presidentin, sipas ishën kryetarit gjykatës kushtetuese Kadri Kryezijut, kjo automatikisht pa filozofi të madhe mund të cilësohet si shkelje kushtetuese. Një proces me tahmin E tani që me bo, qysh me vepru tutje, ti ta për zgjedh president, e jashtë kushtetuese, për zgjedh qeveri, institucioni jashtë kushtetuese, domethënë jashtë rregullave kushtetuese, atëherë çaj vjen këtu, anarki vjen. Por kjo që të ndodh, do të ketë një aktgjykim të ri të gjykatës kushtetuese. Që aktualisht po heziton ose nuk po na thot deri në fund kjo opozitë pse nuk veçon. Unë nuk e kam qartë pse nuk veçojnë, te tash e besoj që është kthy përgjigje, me pas shumë kohë. Pas shumë njerë mas ditës, kur ka leja fati, tej sot ish kthy për shkak se nuk ka çka interpretohet më aty për mendimin tim. Është e qartë. Edhe gjykata kushtetuese sigurisht e kish kthy, e kish konfirmu, ose kish dhënë sarim shtesë rreth kësaj situatë. Po këta nuk veçojnë atje, pa i bojnë disa veprime, kënena ky problem, koha për to po punon. Po nuk shkoj për interpretim kushtetues kjo situatë, nëse janë të bindur që ka vërtet te kalim të afatit kushtetues të atij 30 ditëshi. Po. Edhe janë të bindur që po rrënohet rendi kushtetues qëllimshëm. Ishte dashur të marrë rrugë ligjore kjo punë nëpërmjet kontrollit kushtetues të situatës. Duhet që ata po thonë ne këta duhet të çojnë kushtetues, nëse konfirmohet se ky ka shkel kushtetues. Atëherë duhet me, absolutisht, nuk duhet me leju me asnjë veprim tutje me marr. Duhet me çu vendin zgjedhje. Nashta ashtu duhet me interpretu kushtetuta. Mas 30 ditë që të përkonstituim të kuvendit, ka lënë çaj afat, a shkon në vendin zgjedhje, se çtu se ka sëru. Nashta çtu, ç'kjo duhet më sëru. Po kjo me pasu këta ma herët ishtë sëru dhe i tash. Ose mund ndodhë si në Shqipëri të merren mandatet kolektivisht deputetëve, të legislaturës së 11, po na nuk e dim. Sepse nuk e mbaruan mandatet. Prandaj do të më çuën kushtetuese. Po. Nëse është ai vendim që jo pi bëjmë favor na kurtit me çuën kushtetuese në arsyetëm shumë pa lidhje. Po ti e ty bë favor çështu. Favori më i madh është sa i po blen kohë. Ai qëllimi i tij me ble kohë për shkak se ai votat i pat me bë kryetarin e kuvendit. Votat i pat me bë qeverin. S'po dan me bë qeverin. Po dan me ble kohë, me çu eventualisht deri në 13 shtator, ose pak më vonë se 13 shtator, mas 16-it, kur e pret edhe vendimin e Hagës, apo do me ditë edhe vendimin e Hagës, çfarë po ndodh që me vepru. Për shkak se dallën ndrojnë dinamikat, varësisht për vendimit, që shko me qenë vendimi e Hagës, dinamikat politike në Kosovë ndrojnë. Edhe ai po do mi prit këto, po do me pa çfarë po ndodh aty, edhe tani me vepru në bazë të planit. Unë jam i sigurt që ai ka edhe planin B, ka 2-3 plane. Këta s'kan plan. Opozita. Edhe ai pret tash këto. Momentin se te me 13 shtator, në fakt, më konstituu kuvendi me 13 shtator, atë rrafsh me 27 dhjetor i vinë zgjedhjet. Në zbahet presidenti, programohet perfekt koha për me bo me 27 dhjetor. Po edhe mas 13 shtatorit, edhe mas 16-it në fakt, më konstituu kuvendi, prap mundet më brej data 27, se është mrena 4-5 dite, nëse nuk zgjedh presidenti për 60 ditë. Kështu që ajo është krejt komplet në plan e në strategjit vetën të funksionu. Këta janë komplet teren tina të punu. Nuk janë të bo diçka
që me sfidu seriozisht Kurti. A shini, Kështu që a shini klim të atill të krijuar vit pas viti, që Kosovën tutje mund ta çojë drejt një përplasje shalase i pam edhe këto skenat se përplasjes në kuvend e kështu me radhë. unë s'kisha dashur me menua nej se ajo unë kish me qenë domethënë kohëgja një situatë e cila Kosovën e kish kry mrapa dhe e kish pru para një situate ku si ditë më fati i saj. Po rrethonat cilat jemi, edhe janë çdo ditë më shumë, po përkeqësohen, mund të shpërmana në fillim të në aspektet, si social, ekonomik, sigurisë e krejt në këtë vend. Plus tash këto përqamjet politike, këto polarizimet e mëdha politike që po ndodhin, plus paralajmërimet e komunave, kryetarëve të komunave për protestë. Me 3 shtator, po. Që ajo mundet me qenë protestë kogja e madhe. Gjitha këto elemente, se në Kosovë vyn veç një shkëndi për me eskalu situata dhe me dalë për kontrollit. E tani është problem, mos pasojat nuk i dijen. Problemi madh me fut në kontroll, më thani. Kështu që unë s'po du me besua nej, po polarizimet që janë të kriju në këtë vend, e që janë të nxitne prej lëvizjes vendosje kryesisht, shkak të atij mekanizmit madh që e kanë propagandus përmes rrjeteve sociale, ata janë mjeshtër në këtë farë. Mundet me qu deri te një përplasje shumë e rrezikshme mrena vetë faktorit shqiptar në Kosovë. E që mundet me prodhu kjo, për mendimin tem. Po nisemi prej praktikave që kanë ndodhur nëpër botë. Për shembull, Ukraina, Rusia çfarë shumë ka punu me destabilizu Ukrainën, kryesisht me luftë hibride, këtë luftën subversive, propagandën, lajme të rrejshme. Deri në moment kur atje fillon vetë Ukraina si mes vete, pas të lashe edhe përplasje, mëdhaja. Që atë moment do hikë e ka marrë Krimen. Me arsyetimin se pimbron në Rust, Krime, se jenë të rrezikum. E tash, nëse që kena ndodhë neve, s'po kam qeva s'po besu në drejtim, atër Serbia të nejtë me një komb, për me hinë veri. Që mundet shumë let me marrë atë pjesë me thonë që i unë pimbroj sërbë. Në krejt të situata që janë tilla, gjithmonë qojnë të një pasojat janë të mëdha. Për shkak Ndruar se mund ndodhë kjo shala. Po, rrethonat cilat se s'po shohim që ka një farë përpjekje politike për me pas një dërdalje për kësaj pune. Albin Kurti ka 53 deputete, është totalisht, dhe me thonë, e ka fuqin në dorë tina për me zgjidhë këto probleme. S'po dënë marrëveshje politike, s'po dënë, dhe me thonë, një lider i cili nuk dënë marrëveshje politike me subjekte tjera politike dhe me dhënë venit institucione dhe me jesë për para, qa dënë e tjetër? Nëse nuk dënë... Po dënë të lashe. Cili është zori? Po lyp të lashe. Nëse nuk dënë, cili është zori ti, pra, që nuk dënë? Nëse mund të flasë me kështë. Pa i zori tina tash na muj me inë kësi në rrafshin e teorive konspirative, po zori tina... është paradoks. Me këtë fitore kapitale politike, mos ketë Kosova institucionet e forta të qëndrueshme stabile. Por mes me ju tash në rrafsh edhe në teorive konspirative, zori tina është ai po shihet në sen që do me pas krejt vetë, do me pas 80 deputet, do me pas komplet kontroll, me kom parti me fitu 60%. Që kjo është ajo që po shihet, që ka po dënë tash. Që ka mrapa kësajna, duhet... Duhet e hapitshme. E hapitshme është shala. Që ka mrapa kësajna tash... Këtë rezultat jashtëzakonshëm. Këtë vend, e dhe mbëllë mirë se në qëtëjna, kena zhvillu krejt karierën tonë dhe jetën e krejt. Partitë edhe me 30% i kanë kriju krejt institucionet. Se ka pas vullnet. Ka pas vullnet për me jesë për para në procesit.
i ka fitu njëna parti pak më shumë se tjetra, e ka thirrë tjetrën, janë ullë, kanë diskutu, kanë bërë marrëveshjen politike, kanë ecë përpara. Shim thash me 30% i ka kriju institucionet. Po flas PDK-ja. Ka ftu LDK-n, rivalin kryesor, që kanë pasur përplasje, të edhin çfarë përplasësh, janë konë mes tyne. Edhe kanë bërë, ja ka dhënë kryeministrin. Ja ka dhënë kryeministrin vetë po president, ja ka dhënë kryeministrin po marrëveshje politike ka pas. Ibrahim Rugova me 46%, 47% sa i ka pas, sa i ka sot Kurti. Ja ka dhënë partisë me 6% kryeministrin. Për shkak se nuk ka pas vullnet për me ecë përpara në zhvillimet të këtë vend. Edhe vendi ka ecë shumë mirë. Deri në 2021 kur e mor pushtetin kur stagnoi gjithçka, u blloku gjithçka. Edhe po vazhdon që 2 vjet nuk do të na dhonë institucione re me 51%. I fitoi 57 deputet sot të na dhonë institucione. E thot fajin e ka opozita, po çysh mundet me pas fajin opozita? Partit me ka 20 deputet. Si duket sot Kosova në sytë e huaj, përveç që duket ashtu siç duket në sytë e qytetarëve që jetojnë këtë krizë. Si e shohin të huaj sipas jush Kosovën sot? Po, vetë fakti që na, domethënë, jemi jashtë të në agendave të mundshme, të sidomos bashkisë ndërkombëtare, sidomos partnerëve tonë, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe Bashkimi Evropian, ka zënë çush po dokum në sytë e të huajve. Unë mendoj që kur ma keq nuk i kemi pas punë në raport me politikën e jashtme ose me partnerët tonë ndërkombëtar, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jemi jashtë fokusit tyne, hala s'kemi ambasador. Okej, janë bënu pak edhe me ambasadorat në rajon, po i bënën atje, janë caktu emnat, të na se bën kush llaf. Ako me pas ambasador, u botona e ambasador s'kemi. Mesazhi i tyre është një tregus. Rnoni, jetoni me krizat e juve, jetoni me moçalin e juaj politik. Po, na jemi qaq të vegjël, edhe tash sidomos në këtë nuk ndërhym këto trazirat geopolitike që po ndodhin nëpër botë, domethënë ku është repozicionimi fuqive, rendi I ri global, domethënë ka fillu me marr kahje. Paka shumë raporti forcave në botë. E na me konkret situatë është kogja është e rrezikshme për shkak se na jemi shumë të vegjël. Edhe që tash nëse na s'dimu pozicionu, edhe me esim keq, atëherë në kanë më dashur një 100 vjet tjera për me ardhur dhe avim as vim në situatën e një. Kështu që na do të më shfrytëzu se cilën moment, na që 6 vjet na kemi pas raport, s'kemi pas kur në fakt takime të rëndësishme me marrëdhënie ndërkombëtare. Takime të rëndësishme, më thonë, projekti madh I rëndësishëm që në shku kryeministri jo në taku me një kryeministër, e kanë bërë një farë plani, një farë ide, një farë projekti, një farë investimi. Në Greqi ishte zoti Kurti. Po, me Papandreun për takohet. Në Greqi ishte me Shqipërinë në dukje janë lexuar si raporte të ftohta me kryeministrin. Janë raporte të ftohta. Rama në Greqi ishte dhe në këto 6 vite nuk shihet që Greqia ka lëviz në gjithë ato takime që ka pasur Kurti për ta njohur Kosovën. Absolutisht. Edhe pse ka pas përpara ka pas lëvizje dhe ka pas qëndrime në drejtim të njohjes së shtetit Kosovës, ato më që 6 vjet si përmend kërkush. Ky shkon takohet me ato grupe të majta ekstreme atje. Me miqtë e Miloševićit, Papandreou konë mik I Miloševićit, ajo dihet. Me një search në Google edhe këtë historinë e tregon. Dhe kë shkon takohet me ta. Për çka qysh tek në arsyet mesin më po në fakt... Cilin mesazh po e çon Kosova politike para komunitetit ndërkombëtar? Jo vetëm këto vite, po në gjithë këto vite, po them... Cili mesazh? Fatkeqësisht mesazhin që nuk dim me majt shtetën apo shtet. Edhe nuk I respekton ato parimet mbi të cilat të ndërtu shteti I Kosovës. Janë parimet, janë ato shtyllat, cilat janë dalën për planit të Ahtisari, nuk është të respektu. Tash, inshallah, asnjë qeveri nuk e zbatoi një gjykim gjykatës kushtetuese për manastirin e Deçanit, zoti Kurti e zbatoi.
mbi manastirin e Deçanit aty. Zoti Kurti u dakortua në Bruxelles për planin franko-gjerman në në shkurt të vitit 2023. Zoti Kurti pranoi dhe aneksin e Ohrit. Tani zbatimi Ka fillu. është në proces. Po veç Dhe zbatimi. cilin punë nuk e kreu Kurti që thu se Kosova me këtë kryeministër po duket kaq në sytë e komunitetit ndërkombëtar. Për shkak se ka thellu përqarjen edhe tensionet ndëretnike mos flasim gjithsesi. Po edhe veprimet që i kanë ndërmarrë, domethënë janë veprime që janë qenë pa koordinim me partnerët. Edhe po planin e Ohrit edhe Bruxellit është e zbatu, po veç ai plan krijon një autonomi të pakicës serbe në Kosovë, si më të pjesën veriore, një autonomi me kompetenca kohëzat mëdhaja, që dallon shumë prej planeve të mëhershme. Edhe kjo domethënë është ajo që në fakt vetëm sa e ka thellu këtë lloj që më thon raportet, tensione, po më në raportet me ndëretnike në Kosovë, të bo përqarje, në fakt unë mendoj që këtë kanë qenë këto në koordinim edhe me listën serbe, po edhe me Beogradin, për shkak se gjithçka po shkon tash në favor tani krijimit të autonomie të veriut. Shala, sot në veri, qeveria Kurti insiston që Kosova ka sovranitet të plot. Dhe nëse atje, sipas tyre, nuk janë bandat kriminale të Radojqicit e strukturat paralele. A është me pak e dhimbshme politikisht për Kosovën që ta vënë zbatim këtë plan, siç thua, edhe për autonomi, apo për sa kohë që ishin bandat serbe? Si ishin sot veriun e Kosovës, Shala? Kur shehej komunat, cila parti? Lista serbe. Ai po mirë, është që kjo lista serbe, e cila në fakt është akuzuar, është sulm prej vetëvendosjes, që ndonjëherë kanë thonë që është organizacije terroriste, 100.000 lloj epitete. Politikisht kështu kanë folur, po. Po që shubot është ata me pas komunat prapë në dorë. Sepse kanë vendosur institucion zbatuese të tjera të ligjit të mentor. Jo, më po nëse është një politikisht vetëvendosja e ushqeu pjatën e saj për populizëm, por se s'punoi ky gjatë ton këtij mandati tina për me minimum partive tjera serbe për me që spaku janë për me integru. Ta pluralizu mjedisin, po. Se s'punoi në drejtim. Klima sot në veri, Shala, është më mirë për ju apo si është? Klima sot në veri është për përgatitje për me implementimin e autonomisë atje. Komunat udhëheqen nga lista serbe. Lista serbe është listë e krijuar prej Vučićit. Edhe nuk mujnë partitë tjera me marrë frym partitë tjera serbe në Kosovë. Autoriteti institucioneve nëse qendrore të Kosovës. Ju kujtohet 4 vjet shkoi bëni zgjedhje atje kur bojkotuan. Ata 4 vjet me majti me do kryetarën në veri. U kthy prap lista serbe e morr kontrollin në pjesën veriore. Edhe lista serbe e krijon asociacionin zajednicën ai që po thot, bas marrëveshjes të Ohrit edhe të Brukselit. Ky negociatori tash ky Sorensen, ky tha ka filluar veç implementimi. Po hojë do vet, po. Në rrugës sipër, po. Janë këto ligje që po bën për të hujte. Ky ligj që po bëhet tash për që kanë filluar, po kanë filluar përsetësi kanë tash të mas informacioneve serb po regjistrohen më të madhe, ja ka mundësu serbe edhe aty në shëvëgjatëve të Kninit që kanë ardhur kohën e Miloševićit, këtu më regjistru si qytetarë të Kosovës. Shala, në këto 6 vite, qeveria Kurti insiston që me ta në pushtet, veriu i Kosovës mori traj tjetër. Atje kemi institucione ku zbatohet sipas tyre randi dhe ligji sipas tyre, po e citoj, dhe në këtë kthim sipas tyre, një prezencë fortë e shtetit Kosovës në veri, shmang çdo mësymje që mund ta ketë Serbia për çka do lloj, ose të listës serbe ose kështu me radhë. Nëse implementohet, nëse ai veç ka filluar më implementu, unë mendoj që shpejt kemi me po edhe krijimin e
asociacionit, në pjesë në bazë të marrëveshjes historike të Brukselit, që për mendimin tim është shumë më e dëmshme se ajo e thellon këtë ndarje ndëretnike. Shkak se jep shumë më shumë kompetenca se që duhet. Sërbon mendoj që asociacioni do të më bëj moti, për shkak se një prej shtyllave të planit tatisarit është standardizimi i Kosovës, do të më bëj atëherë kur u dash. Domethënë këtë kjo situatë që u zgat kaq shumë, përdon gjithmonë kërkesat rriten palës tjetër. Edhe më të ashpëra, më të forta. Po, kërkesat rriten. Edhe na kemi me pas atje autonomi. Autonomi, po, ajo që unë po tutna është. Që thash edhe pak më herët. Nëse na fillojmë këtu me pas polarizime të mëdha, që të cilat mund me provokojnë Midis nesh, po. konfliktit të vogël mes nesh. Të rreziku është që ajo pjesë Serbia me marra pjesë me pretekstin që po i mbron serbtë edhe në rën komplet situata. Është NATO këto me to. Si ta bëj këto? Po i NATO është, po që apëshet të japave më NATO tërhaq pej urës me të në policia e Kosovës. Tash do peshohen këto si shtrimi i sovranitetit në urë. Po nëse është shtrimi i sovranitetit edhe u kthy siguria në atë vend, atëherë s'ka nevojë policia me nejtë në urë hiç. Po, më veç, po, tham, po lutna që mos me qenë në i farvije kufitares. Qash, edhe ne kam, o droja jam, nuk kam qef me dalë që po thëmë. Kam qef me gabu në këtë pikë. Cilët tregimi për Kosovën politike prej 2008 se deri më sot 2026 ja, po i bje mirë Kosovës kë kostum kushtetues. Red më pas respektu që është duhet, më pas se gjanat qësh janë konto e ecë, më ndaj që ka qenë shumë në rrugë duhuna, në rrugë të mirë. Po, gjërat ndryshon gjatë rrugës. Edhe, tash, të këshyri nga për bje mirë, as për bje mirë, po tash, edhe kur e shes që s'po të bje mirë, një kostum do është me ditë cilin me marrë dhe cilin me përshtatë. Unë nuk e kam qartë, a kemi në qartë çka dojmë nëse me këtë kushtetut s'po na konvenon ose s'po na bjen tamam, a e kemi qartë çka na bjen tamam. Unë s'po shoh që kemi plan B. Nëse që kjo nuk ecë që shtu, muj me ecë që shtu, s'qëm të e po. Unë nuk jem të e po këtë punë. Nëse një moment caktum, se po mdo këtë që aty e bona dhe pyetje, nëse një moment caktum është diskutu një farloj këmbimi i territorëve, me edhe një pjesë të veriut e me morë pjesë Luginës për shejves atje, sot nuk e ginë tavolina së ato. Sot asë që bën laf kush atë punë mo. Po, pi bojmë presion Serbis mi respektu drejtat për shqiptarëve të Luginë atje. Po kur gjë ma shumë s'ka për parësi, dhe më maj plan, nuk është as aj më në tavolinë, as nuk diskutohet. Kështu që qka, nëse që kjo s'po na bjen tamam, qka na bjen tamam, a e dim. A është ky mesazhi që po e çon Kosova, po them. Po na po dhe, nëse dim, çka ato na ra tamam, se s'kemi kriju kur gjë për më na ra tamam. Se nëse kish pas plane, okej, ky plani A, dështën, vjen plani B, fillon me plani B ose edhe C, po na s'kemi. Unë s'po shoh, s'paku unë s'po shoh. Nështë ka dikush, është Albin Kurti e ka në e për plani, po unë nuk jem të e pa që është e plan plani, që është përshijet, që tash, që do që të ndodhë, është në dëmë toni. Shala, e kem parë që Vučić ka orfatje të kaloj si kryeministër shpejt në zgjedhjet që pritet t'i mbajë Serbia. Dhe po del hapur me idenë për t'ia mbështyr Kosovës me fjalime fashiste para ushtrisë, duke inkurajuar atë që të kthehemi në Kosovën tonë me mitologjinë e rrëmet të kishës ortodokse se Kosova djepi tyne. Komuniteti ndërkombëtar nuk e çerton. Po, mbyll Denis. Çka po ndodh Shala? Po, që është thash pak më herët. Na nuk ndroi as ministrin fashiste të Miloševićit. Jo, më si se çfarë. Na ai tash në fushat edhe sigurisht tash ai është person fjalorin për çështje. Sepse edhe opozita në Serbi është edhe me fashiste. Aloma ma radikale në raport me
me Kosovën, është shumë e vërtet. Në gjithë këtë periudhë shala, Serbia pasi ka humbur Kosovën me luftë, u orfat që ta bllokoj Kosovën çdo rrafshin e brendshëm, rrafshin ndërkombëtar dhe nuk ja ka dal Kosova u shpall shtet bashkë me komunitetin ndërkombëtar, u bëni pakt, nëse mund ta them, koordinime që Kosova çoj mesazhin se është vend shtet demokratik, respekton pakitat, diçka lëvizi shala, edhe në këtë. Kështu që në këtë klim po them, ajo çfarë bëri zoti Kurti e që insiston kur thotë se me veprimet e tij në qeveri po ja pamundson ambicien e saj me aneksuar pjesë. Ju si e shihni shala? Ju po shihni paqartësi në procesin si. Jo, unë po shoh që na nuk jemi absolutisht në agjendën e asnjë prej këtyre partnerëve tonë të mëdhenj ndërkombëtar, të cilët vendosin për situata dhe për zhvillimet në secilin vend botës. Na nuk jemi. E që kjo është shqetësimi për shkak se po e vrej që bashkia ndërkombëtare, partnerët na që i kemi pas tash, ata janë ka bashkëpunojnë me fuqiqin. Po Ti thapem mshelin synin, ata më nuk reagojnë për kur gjë heq. E këto situata, kur nuk ka reagime, kur një president i një shteti del me deklarata fashiste edhe me pretendime territoriale, edhe ato edhe me morë edhe me ushtri, domethënë kërcënon me një farë lloj lufte ose konflikti, edhe s'ka reagime atëherë cili është që mundet me torë nërmen që jo ka ndodhë. Domethënë, në këtë rast i bjen që e ka një farë lloj amini bëvakia dhe dikujt në bashkisë ndërkombëtare. Për që ata na do të me konë shumë syqel edhe shumë kujdesshëm në raportet me partnerët tonë ndërkombëtar. E na këtu jemi kërkun. Jemi këtu, në fakt, na nuk kemi raporte me ushtarakët e karrierës thonë Kosovë këtë studio që i kam pasur se Serbia janë mësyu Kosovës duke bë agresion në shtatorin në sulmin dhe në sulmin në Varak në nëntorin vetëm pas. Jam mësyu Kosovës për ta sulmu atëherë kur sipas ushtarakëve të karrierës, kur Kosova po çonte lajme se nuk qëndron mirë në raport me aleatët e saj. Po sakt, është sakt kjo, e sot hala qëndron kë po qëndron absolutisht, edhe sot e kemi hala ma keq në raporte. Sot fakt s'kemi hiç raporte. Atëherë spaku Vjosa Osmani tentoi mi majt pak me administratën e pat një parafrimi me administratën Trump. Sot si kemi as ato. Sot s'kemi kur fa raportesh. Madje unë mendoj që Albin Kurti me administratën Trump ai ky në fakt e ka as nuk don me ni për ta për arsye të bindjeve ideologjike ekstreme të majta që i kanë këta e ata që djathtë. Reduktohet veç të bindjet, po ç'është? Pa tash ai e tha publikisht këto në Spanjë kur kanë atë konferencën e ekstremit të majt. E tha publikisht që nuk do të më leju djathtit me pas pushtete. Në tha Albin Kurti. Po kalon internacionalin socialiste, kalon ai dhe zoti Rama. Pak povre, po kush jemi na me dalë mi kallëzu botës e të me poveret. Po na të bëtë vetë 100.000 të lashe i kena në këtë vend, asim të mujt me e përthëku, ose që me dhonë me përmbyll njëherë këtë punën e shtetit tonë. Alo se kemi përmbyll, alo jemi në qeli, kemi varën. Edhe, tash, këtë po qëtë kryp në varë që thojnë, dhe së mshelet. Në thonë, na qëto njerë, do është vetë njerë me përmbyll këtë punë, me mshel çështjen e shtetësisë të Kosovës, tani mundesh me dalë me kon pak më radikale, mundesh me qenë pak më arrogante, nashta me bashkësi ndërkombëtare. Po forma në cilën është të vepru është kogja rrezikshme për mendimin tim. Fatkeqësisht s'kemi opozitë me sfidu ç'është duhet. Kush ju përfason ju politikisht sot ta zëm një pyetje direkte? Nga kush përfasoni politikisht sot në Kosovë? Kush ona? Po, shqetësimin tuaj, ata përfason dikush politikisht sot në Kosovë? Absolutisht.
Absolutisht njëri gjallë. Po dalim flasim me çështje deklarative, po nuk ka veprime konkrete. Nuk po arrin me kriju, me bo kauz partitë opozitare. Atë një parti nëse s'ka kauz, cili është domethënë qëllimi i ekzistencës. Kur ti s'ki kauz, ku po do me partitë janë për me kriju plane konkrete, strategji, kauza për me arë në pushtet. Çato kauza, masanena i bin njerëz, që kemi javoj jetën më të mirë, i bin njerëz që kanë me pas siguri më të madhe, i bin njerëz Në shqyni dhe shpresë ato. që kanë me pas liri më të madhe, edhe njerëzit tani të votojnë. Po këto s'jën të bëjë kur gjë në këtë drejtim. S'kan, nuk kanë plan, ma shumë merren me çështje të brendshme, merren me dolar planash, për mendimin tim, që nuk e kanë as një lloj rëndësie për këtë vend, edhe e lajnë Kurtit krejt livall për me kullot ka dënë. Edhe që shtu pëndodhë. Po shihesh i pa shpresë, shala. Po shi nëse u bon 2 vjet e gjysrit, po shi në lojnë atë një 2 vjet, u bon 2 vjet, 2 gjysje, po 2 po bojnë, sa 2 vjet, që na jemi të usil një farrethit mbyllën, po sillemi, ka fillu më normalizu dhe kjo puna e zgjedhjeve, kjo puna e shkeljes kushtetutës, ka fillu më normalizu e keqja në këtë vend. Si bo më përshtypje kërkush, kërkujna pse e thën ligjina, pse ka thy kushtetutën, pse ka bani krema, kërkujna mos si bon përshtypje në këtë vend. Më thonë, ka fillu më normalizu e keqja. E kur të normalizohet e keqja, njerëzit fillojnë me hub shpresën atë vërveni. E kur e hubin shpresën atë vërveni, e se dojnë ma venin e vetë, ikim be ati veni. A është të ndodhë që kjo? Të na. është të ndodhë të ditë. Sa është me... Njerëzit janë të ikë sa po mujnë, nuk janë të ikë pse i kanë kushtet e mira, se si kërkosh kur i ka kushtet e mira, kur e ka lirin, kur i ka gjitha beneficionet që jep shteti. Po janë të ikë prej të këqijave, njeri ikë prej të këqijave. Arsyetimet kur i nin DD-ve, po ja, çashtu edhe Gjerman ikin, jo bre, nuk ikin Gjerman për të njëjtat atë arsye. Nuk ikin, e Gjermani shkon, ata e kanë tjetër situatë, Gjermanët kanë probleme edhe me gjeneratat e reja, neve jënë të na ikë, bashkë gjeneratat e reja, aty në pju duhen gjeneratat e reja, po ne i marrin neve. Është me rëndësi që opozita përfason një kauz për t'i bin njerëz me tregimin e saj politik. Për një Kosovë të nesërme, prit një shkundje nga shtatori shala. Nuk e di që kanë tregim opozita, nuk kanë story. Të i sot s'kum pas story aty. Prit një nga shtatori e tutës se ndëgjojmë thirrje edhe nga zotit Daud Haradinaj, edhe nga vetë kreu i PDK-s e ka lënë mundësinë e hapur për protesta, por kjo ka qenë më direkte. Protestat janë veprimi më demokratik i mundshëm në vend. Më demokratik i mundshëm. Historikun e saj Kosova ka trauma nga ato protestat, kryesisht dënshme. Ka dënshme, ka gjona. Kryesisht dënshme që i organizante vetë vendos. Po Spaku i ka trajtuar në mënyrën më duan të mundshme, edhe më dënshme janë kon protestues se sa janë kon policia në ato protesta. Po pasojat po shihen tash. Po nuk e di tash a mund me kon dënshme. Normalisht dhuna është e papranueshme gjithmonë, po protesta është në veprimi më demokratik i mundshëm i rezistencës. Në një klim ko polarizimi shoqënor është në maja. Jo vetëm maj politik, po edhe polarizimi tjetër kulturor, ideologjik, me motive edhe fetare, kështu me radhë. Po, absolutisht, polarizimin se cilën fush të nashtë, edhe polarizimi aty po shoqënia u polarizu kuptimin politik, do të thonë njerëz mes vete kanë fillu tash si me njerë mas lufte që kanë qenë një situatë ku me konë është kjo, me konë është taj, kanë fillu ndarja në bazë partive politike të njerëzve. Kjo është katastrofë në shoqëni. Këtë këto e quajtën në maskarallak. Këtë njerëzit kanë drejt me pas bindjet e veta politike, po mu shoqënin pse është dikush me një parti ose një parti tjetër, për mu së më bën përshtypje, shoqënia është shoqëni, njerëzit rrinë, është bindja. Antagonizmi është vlerë e demokracisë, është instrument tek e fundit i demokracisë. Këtu kanë fillu mu po edhe kjo ndamje. Mu shëndru në istikame gati lufte. Po, që paramenat qytetarët, më thonë, te këtu kanë mërrime për polarizimin. Urrejtja në për masa. Urrejtja është e madhe, mes njerëzve. Po, në kuvend Kosovës, po e rikthej edhe njerë, akuzat e ati zotëris me pjesë në kokë, ndaj Sala Jasharit,
se ju nuk meritoni ta thithni asalin e Kosovës, një bijtë, një familje që ka dhënë çdo gjë mas çajtën për këtë vend, sikurse për Ramosh Haradinaj, ai zotriu tjetër që doli ishte Po çato i ka prodhu që kjo me kërcënimin që meriton përshkatimin e tjera. Kush i ka prodhu ato? E në këtë klim po them. Kush e ka prodhu këtë klim? Kanë prodhu kryesisht partia që sot është në pushtet, me atë gjuhën e urrejtjes ndaj secilit, me ato linqimet publike, me ato përdorimin viktime asaj gjuhë edhe vetë. Po përsërishin shpesh vetëm mos tim me unë edhe ti. Të dytë. Po, domethënë këta e kanë prodhu qëtë klim, këta e kanë kriju qëtë standard të komunikimit mes njerëzve. Të normalitetit të urrejtjes. Po. E tash, për normalisht ja i vjen kuvend aty edhe flet si idiot aty edhe bën thirrje për dhënshme, bën thirrje për pushkatim. Kush na pushkatim? Ramosh Haradinaj. Domethënë, këtë kjo prodhim i shumë vjeçar, disa vjeçar që zbohet më njerë. Jo. Disa vjeçar investim o ky, disa vjeçar për me rriset otën. Po, edhe tani e vjen kuvend dhe menon që duhet tash aty me dal. Mi pushkatu krejt njerëzit e krejt. Në vendin ku e ka shpall parasin. Absolutisht. Domethënë është ka ardhur, na kemi ardhur në këtë situatë, për shkak që ata më po frikona. Se njerëzit më veç në shtator po është edhe një vendim i rëndësishëm verdikti i Tribunalit të Hagës për ish-presidentin Thaçi, ish-kryetarin Veseli, Recep Selimin e ish-kryeparlamentarin Jakub Krasniqi. I çfarë rëndësie është ky verdikt sipas jush? Ky është esencial për të ardhmen e Kosovës. Vendimi në gjykatën speciale me 16 shtator, në fakt mendoj që determinon të ardhmen e shtetit Kosovës. Për shkak se unë besoj shumë që ka me qenë lirus në bazë asaj që kemi pa dhe në bazë të rrethonave, na e dim që është kriju, rrethonave domethënë është kriju, është gjykatë politike. Po. Është kriju në rrethona totalisht është politike dhe vendimi ka me qenë politik në fund. Për shkak se kemi pa na dëshmit. Kemi pa dëshmit që janë bë aty, seriozisht që sharake për me dënu një, që me thonë, krert e një organizate e cila për qëllim e ka pas lirin edhe ka lind si pasojë e represionit madh serb ndaj popullatës civile në këtë vend. Tash vendimi për krijimin e saj ka qenë politik, edhe vendimi për në fund ka qenë politik. Edhe po besoj që nëse në bazë të rrethonave të cilat jemi, po besoj që ka qenë lirus. Edhe nëse është lirus, atëherë të mendoj dhe jam shumë i sigurt që ndrojnë dinamikat komplet politike në këtë vend. Dhe në fakt e thash edhe pak më herët, për këtij vendimi varet e ardhmja e shtetit të Kosovës. Për shkak se i kemi disa njerëz që janë atje që janë konë çlirimtarë, kanë punuar, kanë kriju një organizatë guerile për me mbrojt pragun e shtëpisë, për me mbrojt vendin. Dhe të cilët e kanë ndërtu shtetin e Kosovës e kanë pru të i këtu kështë sot. Që ata janë që e kanë pru vendin të i qëta. Ta kishin bërë traktat me perëndimin për krimin e shtetit, po. Po ata e prunë të i qëtë vendin. Për shkak se kishin raportet, i kanë rujt raportet me ndërkombëtarët, i kanë kultivu raportet me ta. Gjithçka që kanë bërë në koordinim me ta. Edhe nga ata janë sponzor shtetit Amerikës. Edhe nga zoti Thaçi në intervista që ka bërë thirrje që Kosova duhet i ruaj kujdesshëm me vëmendje me miq ndërkombëtar. Po që një burr shtetas, një person i cili ka marrë pjesë në tana proceset e historike të këtij vendi për me ardhur sot ku jemi këtu, ai sigurisht që ai e din çka thot, e din çka don, e din çka i bën dëm këtij vendi. Për Kosovën krijohet një momentumiri me ardhen e Thaçit. Absolutisht krijohet absolutisht. Jo, momentumiri, po në fakt që aty shihet që Kosova ka, domethënë, rruga ka me shku Kosova si shtet. Besoj që me lirimin e tyre Kosova ka me vazhdu rrugën e konsolidimit shtet ndërtimit edhe të fuqizimit të shtetësisë së saj. Nëse shpëduas me thonë, nëse vëllën është dënues, atër ka me pas, domethënë ky vend talmen e kohët pas sigurt.
Inshallah të falenderoj për kohën, Faleminderit edhe për për pikpamjet. Po, që pak du të ndave. ty unë flasë me konë me full në odë aty, inshallah, në emision. shtëpisë, me ty flasë, diskutoj që shdu. Pra po kthehemi te gjëra mbase pa relevancë ose me zero relevancë çka i tha Lumiri Albinit ose Albini Lumirit Totalisht. në verzionin e një këngë rapsodike çka i tha Dema Kadris. Por kjo Nëse vazhdimin tani është pak këza i ranë. për titull këngë. Faleminderit Çale. Faleminderit edhe Faleminderit. ty. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.